lëvizet si në xhungull. Që shesheni ju që do të qeta për parem Ramës me pagu një aurë dhe hynë në qytet? Pak para orës 10, erdhë raporti 24 orësh i policisë së Kosovës. Çka me pa? Rastet dhunës familje, armbajtje pa leje, dëmtim prone, vjedhje kanosje, lëndimi rënd trupor, transport ilegal i druve, aksidente trafiko. Hajt tash të alëshojnë sy kësaj të fundit. 52 aksidente trafiku veç brenda 24 orëve. Përveç aksidenteve, janë shqiptuar gjithsej 2244 gjoba për shkelësit e rregullave të trafikut. E gjatë kontrolleve të rregullta, 12 persona janë arrestuar dhe 8 të tjerë janë dërguar në mbajtje për shkelje të rëndësishme të ligjit. Për theksoj veç brenda 24 orëve. Për trafik të mos flasim, më hasape bën njëri me dalë në kom se sa me karr. Thëmë dë njëherë vetë me vete, imagjinoj me pas dë një rast emergjent. S'ki që shja bëjnë, pas me fluturu, po s'mundeme. Nese, të mbetemi të numri aksidenteve dhe i gjobave. Kush i ka fajet? A është i madh ky numër brenda pak orësh? Apo ngutemi ma shumë se që duhet apo po harrojmë që ekzistojnë disa rregulla komunikacioni. Hajde po thrasim telefon Bekim Ahmetin, ekspert në komunikacionit dhe të shohim se ku shndron problemi sipas tij. Pse që ka shumë aksidente trafiku? Pse që ka shumë gjoba? Gjobat vinë si rezultat që i shkelin rregullat e komunikacionit. Policia gjoba nuk i dënon qytetarët veç hajca është do të thotë është një arsye mbrapa që janë shkelës të rregullave të komunikacionit në ne. E tjetra pse ndodhen aksidentet, po tash statistika krejt të fundit nuk kem në Kosovë, mirë po janë statistikat përgjithshme që është mos respektimi i shpejtësisë së lëvizjes, kryesisht ai i cili vjen deri te aksidenti. Pastaj mosdhënia e përparësisë të kalimit, pastaj mos respektimi i semaforëve, mosdhënia e përparësisë të kalimit të kompsort, mungesa e helmetës të biciklistat e motoristat e kështu me radhë. Na ish dosht me u pajis me inteligjencë artificiale, ku aja nuk fal, jo 707.000, po edhe 70.000 nëse është nevoja e gjobit. Edhe qytetarët duhet më mësu me rregullat e komunikacionit, nuk lëvizet si në xhungull, po duhet me lëvizet ashtu qysh dikush tjetër e ka para po që duhet lëvizet. Nuk lëvizet kryen vetje, nuk po ma merr mendja, nuk ka komunikacion ma merr mendja. Ka po tani po shihet rezultati. Si rezultati kësaj na duhet me pas inteligjencën artificiale, radar statik, mobile, kamera, si rezultati kësaj. Atëherë vin tu qetësu stata. Ndryshe është problem. Pastaj vëdisim për nivellit parashkollor, konfiskimi i patent shoferëve, po edhe automjet e mësosh nevoja. Do të ka kalu shpejtësinë dyfesh edhe për herë dytë ka përsërit këtë vepër, edhe është brenda qytetit duhet i konfiskohet automjeti dhe shitet. Dalë me ligje të forta që ka dalë Austria dhe rregullohet komunikacion. Që shesheni ju që do të qeta për parem Ramës me pagu një aurë dhe hynë në qytet? Si qytetarësh bën kështu me konë. Po nëse më pyetni në cilësinë e ekspertëve të s'ka drejtaj. Se shkelet drejt atë njerit. Unet me kom për zonën qendër ajo, unet me kom për zonën qendër. Mirë po duhet i nështruhet çdo qytetar, edhe të Prishtinës i pas parasysh. Por çfarë në zonën qendër kush do të hyjë pagun? Në rregull. Kjo ka Londra, thënë që te ka marrë model, e ka Milano, zonën C, e ka Singapuri, edhe ka Amsterdami mos gabofsha. Për Amsterdamin që më sigurt, po për këto trija po. E kanë, nuk mundesh me, po gjithmonë ti paraprije transporti alternativ. Nuk mundesh ti me ndalu diçka kur sofron kurrë. Po kështu si qytetare kisha mirë prit. Për arsye se nalet një numër i konsiderueshëm me automjet, edhe se ka edhe disa prej qytetarëve që lëvizin edhe pa arsye me automjet. Për shembull, edhe ka 1 kilometër e gjysmë 2 nuk ka nevojë me transport lehtë se ka. Çdo kohë në botë ndodh kjo. Deri 1 kilometër e gjysmë kur kush në botë nuk merr transport. Po ecën ka. E në 1 kilometër e gjysmë 2 kemi edhe shkojmë me automobil, çfarë nuk bën. Atë do të pagu. Ku edhe kemi me fillu me pas edhe një taks shtesë për unazën e kryeqytetit për të gjithë qytetarët që vinë nga qytete tjera. Jo për Prishtinalit,